Kanë pak për shembull njerëz që nuk kanë ide se çu funksionon AI, më na kallzu pak si më ja kallzu na gjyshit që s'ka ide as Facebooku që shellet, kallzona pak ç'është agenti AI. Po, atëherë agenti AI është platforma që la mundson bizneseve automatizimin edhe afrimin pak më shumë me klienta, duke ju qëndruar ofër 24/7. Do të thonë sa herë dikush ju shkruan përpyetjet e rreth biznesit, agenti cakton termine dhe kthen përgjigje. Po do të më thonë që agenti është të zëvendësu customer supportin. Fix, kjo është. Këta që merren me klienta. Këta që merren me klienta, po. Për shembull, thirr ti keni një problem që i ke thirr përpara, tu ka lajmëru dikush prit në linjë se jena në zonë, tash i kryen krejt AI. I kryen po. Fillimisht i kryen veç për shkrem një herë, e për gjuhën shqipe në call agent, jam duke punuar edhe pak, për shkak se gjuha shqipe është pak më e vështirë, ndërsa në gjuhën angleze po, ka edhe voice agent. Edhe voice agent. Do të thonë edhe shqip më shkruan mirë. Po, edhe i kuptojnë dy dialekte, do të thonë dialektet tona. Edhe kosovashe, që folim na, që dina me fol. Po. Që sa kohë e ke lansu edhe që shmujnë me gjetë njerëz si e kom lansu që një muaj e gjys, edhe mund me gjetë në platformën tonë agentivizeai.com, ku aty fillimisht mund me testu se është agenti jonë, shkruajnë me të e testojnë, pastaj është aty regjistrohen edhe ose na kontaktojnë njëve. Cilat biznese mund me kon pjesë agenti AI, apo është i hapur për krejt? Është i hapur për krejt, po kisha më thonë ato biznese që për një me kanë shumë mesazhe dhe s'mund mi kthy, atëherë agenti është për ta, po nuk ka një specifik për një biznes caktuar. Për shembull, po marrim një biznes që shet patika ose rroba ose çfarë do në Instagram. Në Instagram. Edhe mundet me marrë agentin AI me kursy kohë për vete. Po, për shembull, kur regjistrohet ato i tregon çmimet edhe ose veç çka do që doën që agenti me punu për ta, po nëse edhe vlen me cek që nëse nuk ka çaf me punu 24/7, më mja tregu edhe më mja caktu këtë kohën vet. Domethënë ja tregon kohën, so. Për shembull, i thot veç pitonës dhe tajtën, për shembull, çit orar ki me punu, po nëse nuk doën më të lënë edhe 24/7, po edhe ja jep dhonat, agenti trajnohet në bazë të webfaqet, për shembull nëse biznesi që cakëm ka webfaqe, e jep linkun, edhe agenti do të thonë trajnohet në mënyrë, e lexon krejt, do të thonë produktet që i ka në webfaqe, edhe në momentin që dikush e pyet, ai i den dhonat edhe përgjigjet. I mashëm koha. Po ashtu i merr dhonat edhe prej PDF-ave, do të thonë se shumë biznese i kanë të regjistruar në Excel, shembull. Excel ose në PDF. PDF, po, edhe është diçka shumë e lehtë, do të thotë bizneset që se ma lehtë se me i shkru krejt me shkrem, për shembull krejt mollra që i kanë, e kjo ka qenë shumë më mirë për bizneset, u mirë prit shumë. Mirë shumë. Për shembull, çu shtar ty ç'ke ide, apo të na eksperiencë personale me një biznes që s'ti ka kthy fjalë, çush më rritet deri te agenti AI që për një me t'i kthy fjalë në sekondë ose po besoj që ti kthan shumë shpejt fjalë. Shumë shpejt. Çu shart ç'ke ide, katër. Ideja edhe ke përvoja personale, duke ditë për një se këtë edina që këtë na bjen me porosit online edhe shumë që për një na për shembull që punojmë ose jemi të ditën zonë, zakonisht mbrëmje i bojnë porosit, edhe në mbrëmje krejt ato na thonë deri në ora 4 i kemi për me kthy përgjigje, do me prit deri nesër, edhe normali është një farë zbeje edhe një farë ftufje nuk i qef tani me porosit. Po se zakonisht njerëz kur duhen me vlerë që aty të nxehtë, janë çaty për çaty. Ideja filloi duke dashur me kontributi çka në shoqëni, duke pas dëshirë me zgjidh një lloj problemi, edhe pas që është e rëndësishme edhe më i me zgjidh një këtë lloj problem. Një pyetje, ti thash që i ke bo 17 vjet. Po. Sa është problem, a sot marrin seriozisht bizneset kur i thu që i ki 17 vjet? Po, është pak, në fillim është pak si janë skeptik, po tani e dinë edhe shohin si diçka shumë të mirë, si për një djalë i ri, edhe po mirë pritet shumë mirë. Kjo një shembull shumë i mirë edhe për moshatar tu, definitivisht me fillu më marrë ma shumë me AI se pedina që është e ardhmja. Qa mendon ti mas 5 vjetëve, ako me pas customer support fizik për njerëzve, ako me konkret për AI? Menej që nuk ka me pas, për shkak se është diçka që për një me për biznesit është shumë ma mirë, se është kosto pak me olt, nëse me thonë 2 fish me olt, po edhe e merr punën që për një customer supportet nuk mund të ta bëj për 24/7 edhe nuk mundet me kontaktu me për shembull 5 klienta për menjëherë ose me gjuhë të ndryshme për menjëherë me krejt gjuhë të botës, atë nuk ka customer supporter që i din krejt gjuhë të botës. Këta që janë customer supporter dhe sot janë të na ngu, thonë ku që ato na xhet. Kështu ndronë profesionin, nëse na mendon në diçka tjetër, Ari, a mendon se ky agenti AI ka më zhvillu edhe më shumë? Apo mendon se kjo është veç komu fokusu veç te customer supporti apo komu arrit edhe diçka tjetër gjatë rrugës? Po, unë mendoj që kjo është veç fillimi jam, edhe nuk i kam
mendimin me unol këtu. Unë mendoj me u zhvillu edhe pak, si që në aspektet ku, do më thonë, agentja e mi kontrolu krejt platforma sociale, ku mundet me edhe me postu, do më thonë edhe krijimin e postimeve, do më thonë content creator, po fillimisht është jam tek customer supporter njerë, ku do më thonë synimin e kam që me kriju edhe agentin voice, do më thonë me u përgjigje edhe thirrjeve, që besoj që kjo kishme qenë halem aletësim edhe haleni. Ako me kom voice jot, apo me merr voice-ën ta? I bashkojnë në bashk. Zonin e paske shumë të mirë, kështu që përdore zonin të lirisht. Faleminderit. Ari, kështu, sa në ditë po punon realisht, apo ki ku mu marrë edhe me shkollë, edhe me punë, se realisht tash punë është. Po. Kjo puna e AI për me kriju një agent. Po, fatmirësisht unë jam ndrimin e mazditës në shkollë, edhe po ma letësëm pak, për shembull se me bizneset takimet po i kam në mëngjes, edhe po arri me kontrollu edhe me menaxhu kohën shumë mirë, po të njëjtën kohë nuk kam dëshirë as mësimin me lënë anaç, edhe me përdor për shembull si arsye me thonë që tash jam i nxonur me agentin e AI, po mundona mi balancu dyat. Mirë shumë. Për krejt ata që janë të rangu që kanë biznese, a me gjetë ty si Ari thashe në rrjetet sociale, a me gjetë si agenti AI? Agenti AI është, do të thonë, në gjitha rrjetet sociale agenti AI. Si në Instagram, si në Facebook, Po, si në TikTok. Po të Ari thashe nëse e lyp një kur gjë nuk kupni se njëti njëri është. Veç agenti kthen përgjigjet 24/7. E pashi është me pagesë. Po. Shumicës njerëzve intereson sa është pagesa dhe çfarë kohe, Po. për sa kohë është ajo pagesë. Atër pagesa bëhet në baza mujore, edhe pagesa është varësisht se ku implementohet agenti, për shembull në cilat rrjete sociale, po ashtu edhe sa mesazhe ka, për shembull ka biznes që ndoshta nuk ka shumë, po edhe tash për shembull dallon nëse dikush e integron në web faqe që lyp pak më shumë punë, pak më shumë përkushtim, ndërsa dikush e integron vetëm në Instagram, për shembull normalisht që çmimi është pak më i lirë, Po dhe kjo ka sikur një njeri që thotë unë po punoj më shumë, paguhna më shumë. Normal. Në farë rrogë pja agentit. Agentit, po. Po kjo ka mirë, ani mirë shumë. Ari nëse s'ki diçka për me shtu për fund, me mi tregu njerëzve ose një mesazh për moshatarët e tu. Unë veç kisha dashur me thonë që me përdor AI edhe me ditë me marr onë pozitive AI, se normalisht si gjithë sajnë i ka onë pozitive dhe negative, po për një me nëse dina me përdor edhe janë zero onë pozitive, kena me jetë shumë për para edhe kena me konë shumë sukses shumë. Faleminderit shumë që ke pjesë e Get Up stand-upit, më nxas. Faleminderit juve. Presim kur t'i bën 18 vjet me na ide 3. Kismet. Faleminderit shumë.